Mirëmëngjesi, Guzhi, mirë se të gjeta. Vure dorezat. Po pra, po më vikan të mdhaja. Thash edhe unë jam dopsuar, por nuk dopsohet robit e gishat e të veshët. Megjithatë. Për çaj vure dorezat? Unë sot, po thash të bëj pak masazhimin e mishit me doreza, dhe pse unë them gjithmonë, kur kemi në procese termike, asnjëherë nuk na duhen dorezat. Plus, më vjen të mdhaja dhe do t'i heq fare. Është e kot. Sepse gjithmonë jep mua si mbaroj këtej, i kaloj këtej nga të duan urdhëro. Kapi këto objekte, siç tham. Ja, urdhëro. Kur të merremi me lulet. Dhe pse sot është e premtja e madhe, gjë që duhet të konsumojmë kserofajgji, që do të thotë ushqim i thatë. Nuk duhet kemi vajin, nuk duhet kemi verën. Ata që kanë mbajtur kreshmë. As vajin bimor edhe verën. Sepse vera është që ju dha Krishtit kur u kryqëzua, kur u vënë në kryq. Pra, është një ditë që sot ne duhet të mbajmë për pasionet dhe vuajtjet e Krishtit. Para se të gjithash, unë snuk. Kaq, do të thot gjitha, sepse unë gatuaj për të gjithë masën dhe jo vetëm për... Po sigurisht, për ata që kanë mbajtur kreshmë dhe janë praktikantë që i ndjekin këto rituale të rregullat e fesë tyre. I urojmë një të premte të mbarë. Përpara. Një premte të mbarë. Përgatimin që kam unë me mish viçi dhe me pispili, dhe jo vetëm me pispili, me salcën, unë kam vendosur këtu qepën, që e lë avash të bëhet. Pa tjetër, kam vendosur pispilin, që a thashun, Mendjet e pispilia me presh të kam betë. Nak. Zgjohen bana. Shko po ta shkurtosh atë fjalë pistilë. Të them të drejtën, sotën do ta mbaj agjërimin. Dhe pa filluar mirë deri në mbasdite, unë do ta mbaj, prandaj duke e menduar s'po përfunizohet as truri. Se jam mësuar që në mëngjes të jap çik vetes. Do shta do ash, po ja da një çik. Bukë me krem djathi. Si kalamajt e vegjël. Nga Arla, që ka këtë shijen delikate. Si që ka një shije që të ngjason me një delikates, që vjen si fladilet, që ka për... Ka marrë fresh, po. Të ke marrë këtë naturalin. Sepse Arla është një krem djathi, një produkt që vjen nga Danimarka dhe që ka edhe përzierje të tjera, për shumë bime, erëza të ndryshme, sipas shqip, madje edhe për ata që cilët janë intolerant ndaj laktozës, ka menduar Arla, duke sjell Arla free laktoz, për ta shijuar dhe për të mos u përjashtuar nga ata që adhurojnë kremin e djathit dhe si e përdorim që te buka, që te brusketat e ndryshme, që tek suprat, tek gatimet e tjera, tek trahanaja që është trahanaja me djatra. Dhe sot, unë kam menduar që ta vendos dhe tek roleja. I jep një shije më të veçantë. Faktikisht e mirë është ajo me erza, faktikisht. Po. Që t'i vendosja pak me erza, nga që unë këtu nuk kam vendosur bim aromatike. Vëzgjit një aty çfarë të duash. S'ka nevojë ta lexosh se ka ngjyrat që ka. Arla, për shembull me qep, që është edhe lakto-free. Atë. Edhe që ka edhe bim dhe aromat të tjera. Vendosur, nuk e di çfarë mund t'i kem shtuar. Me hudhër. Me hudhër, jo me qep dhe ja. Mund ta përdorësh, ta shjosh, ta aromatizosh. Largoj lëmën dhe më duhet vetëm masa. Atëherë, kam mishin e grirë. Mish i grirë, nëse ne e përdorim gjys për gjys, është kombinimi më i duhur. Do të shtoj. Pra nisëm punën me rolen, në? Qepën. Për ambisat. Specin e kuq. Kripën. Direkt. Mustardën. Ja të marrë dhe një lukse. Një vezë. Direkt, një friganje, një bukë të thatë. Kur themi një fet buke, do të thotë që këtu duhet jenë me 2 feta. Pra kemi nisur rolen. Recetën e roles, t'ja u themi dhe njerë për bërësit, t'ja tregojmë edhe pse i pam në të shtojmë një luksalë, se unë tu dhe më pas vazhdo. Po përgatisim role të mbushur me mish të grirë.
E tek i keni 700 gram mish të grirë. Një kokër vezë, një qep mesatare, një lugë gjelle mustard, 2 lugë gjelle krem djathi, një fet buk, krip, piper të kuq, një lugë supe vaj ulliri, 4 vezë të zjera, 200 ml salcë domate, spinaq ose sallat jeshile, djath pice dhe djath kaçkavall të butë. Shtoj pak vaj dhe e punoj. E punoj mirë. Derisa të integrohen mirë dhe të kalojnë aromat, shpërthejnë, bashkohen mirë me njëra tjetrën dhe ky prazimi prandaj është Punimi duhet të jetë i gjatë dhe normalisht duhet të kalojë në frigorifer që të kemi në piksjen e duhur. Nëse ne nuk na pret koha dhe është pak me e ushme nga ç'duhet, normalisht s'është likuide, po është një brum më i butë nga ç'duhet, shtojni pak masën e bukës. Po, bukë e kupton dora kur e trazon. Bukë e thatë ose bukë e ndënjur e vendosur në ujë si të dëshironi ju, apo në qumësht. Dhe kur të ndërtohet rolea pastaj, ke sjell dhe në tryezë edhe djathrat që vijnë po nga Arla, sepse Arla sjelli vetëm kremin e djathit me përbërës 100% natyral, po këto përbërës 100% natyral janë dhe tek djathrat e ndryshëm që i përdorim në gatime të ndryshme, në mënyrë të larmishme. Kudo ku ne kemi fantazin tonë për t'i sjell ato në shije të ndryshme. Kemi mozzarellën nga Arla, është një paketim që ka mozzarella Gouda brenda, të dyja llojet, pra dhe djathin Gouda dhe djathin mozzarella, dhe po ashtu edhe këto fetëzat e djathit me mozzarella me 100% përbërës natyral nga firma direkt në produktin që ne finalizojmë. Ja vendos një mbajtse këtu, edhe një mbajtse tjetër e vendos. Po, do të shtrojmë masën e mishit. Të kem pak një pjesë e lë këtu dhe një pjesë tjetër e bëj gati në frigorifer që ta kem për... E kemi për qofte apo për gatime të tjera, si të vëjnë vendosin anvisat në shtëpitë e tyre. Më duhet të kem një role të vogël. E kemi shtruar të gjitha. Ja. Do dhe japim tani një formë, shtypim për ta bërë të niveluar në trashësi të njëjtë. Tani filloj dhe e punoj. Nëse më duhet. Filloj dhe rregulloj anët. Më duhet të jetë një masë drejtkëndshme. Forma ka vetëm jo rolin që duhet jetë kështu direkt. Edhe për estetik, po edhe për të qëndruar mirë për bërësit e tjerë brenda roles, që do mbushet roleja.
me forcë thjesht sa të kem nivelimin e dur. Ndërkohë japim të formën dhe bëjmë atë shkëputje. Një shkëputje shumë e shkurtë do jetë tani, sa të japim edhe ndoshta formën e dur, që ta vazhdojmë mbushjen e roles me gjithë. Ja, e kemi me mirë, edhe nga sytë nuk shë, kërkon dhe llogari. Me erza të tjera. A do t'i vendosësh kremin tani? Do të thonë kjo është forma, nuk kemi të punë më me formën. Do t'i japë formën. E vazhdojmë siç duhet, që të mos e ndërpresim procesin e punës, hap pas hapi. Ka një aromë freskie. Sepse dhe erzat që zgjidhen për t'i kaluar te kremi, për t'i përpunuar dhe për t'i bashkuar me të, janë erza të freskëta. Përveç kremit Arla, vendosim edhe mozzarella në feta, po nga Arla. Gjë të tillë unë do vendos mishin, ja. Po. Këtu. Do vendos vetëm 3. Kush ka eksperiencë me fetat e djathit, e kupton se sa e freskët është produkti, që tek ngjyra, që tek tekstura, konsistenca, pastaj shija është tjetër gjë që bën komplet diferencën. Dhe bashkë me ato erzat që kishte kremi Arla, do të shtojmë edhe sallatë të freskët. Po jo sallatën e shile, sepse nuk për një herë lagështohet dhe na duhet iceberg. Vendosu spinaqin dhe jeni shumë rregull juve. Unë e kam përdorur për gatimet e tjera, gjë që direkt. Tani e mbështjellim rolen ton. Të mbushur me mish të grirë, me krem djathi, me djath mozzarella. I dham formën, i shtuam erzat në të. Tani, op, shikoja. Kur është i fort, e punoni si të doni. Kjo është mirë të qëndroj pak, apo jo? Qëndroj e tillë, ishte më e mirë sepse ndihmon shumë mirë pjekja, më jep edhe, ose në të kundërt as nuk e përdorim fare as atë, mjafton që ja, unë të kem, edhe atë nuk e përdorim hiç Flora, ja. Vendoset në frigorifer që të ketë formën e duhur. Në të kundërt, nuk e vendos frigorifer sepse nuk më merr koha. Na duhet që ta pjekim edhe ta tregojmë për ju. Dhe direkt në furr. Nësa fura të jetë 200, unë e kam 395, direkt në furr. Për sa minuta? Për diku te 40 minuta. Për 40 minuta. Shpresoj që deri në fund të hapësirës tonë të gatimit do të jetë gati për ta testuar shijen edhe për t'ja treguar dhe juve. Tani pak vezë. Tani pak. Të kisha mbajtur në dorë, po me qënë se ke vendosur tek pasti, të bëft mirë. Ajt, e nise mëngjesin, the nuk do mbaj agjërim sot, nuk ka problem, gabimet falen. Po vazhdojmë pjekja e roles. Po me që vazhdojmë pjekja e roles, nëse vendosim poshtë rolen si për tavën e mish. Do jetë që t'i jap një ajo kishte nevojë për 20 glasatur si për vazhdoj pjekja e mishit. Tani, ajo është pak e nxehtë, do të jedhim një sy roles, në çfarë faze kemi, në ç'moment moment është. Sigurisht që është kompakte, është lidhur, është pjekur, janë lëshuar aromat e forta të erzave dhe të përbërësve të tjerë. Dhe si që shojmë nga ngjyra, ato lëngjet janë të tillë. Pjesë të tërës. Me pak salcën të lutem? Një salcë edhe një furç. Po, një furç që do ta luajmë sipër me pak salcë rolen ton. Shtoj. Për të ruajtur salcën, shtojmë vaj. Është gjëja më e mirë. Po, një përzierje të duhur.
Dhe përsëri do ta vendosim në furrë për të vazhduar me pjekjen. Përveç se i kemi shtuar dhe shijen, kjo salca e mban edhe të butë. E largo që s'mudesh fare. Shtoj. Edhe piperin e zi, pra rigon piper të zi. Pakës krip. Dhe gjithmonë teknikat e gatimit pakës gjalp. I jep atë finalen e fundit. Mirë, një sekundë. Ajo shkrin kështu anë mban mishit. Dhe sërish në furrë, po shumë pak. Pse? Sa të më pikse të thahet salsa. Bëj të provën tani që tregon se mishi që është e duhur, mishi është pjekur. Shumë pak do ta vendos në furrë. Furra është e ngrohur e para ngrohur, se kemi vazhduar me pjekjen edhe të roles, po vendosëm dhe tavën dhe ja tek i dham finalizimin e duhur të dyja recetave. I bëjmë një përmbledhje të roles, se çfarë përmban përveç mishit të grirë, mishi grirë sigurisht një mish i freskët, të cilin do ta aromatizojmë, do t'i shtojmë edhe përbërës të tjerë dhe pastaj me çfarë mbushëm. 700 gram mish të grirë, një vezë, një qep mesatare për të gatuar pjesën e roles, një lugë gjelle mustard, krem djathi për mbushjen, një fet buk të thatë, krip, piper i kuq, vaj ulliri, 4 vezë të zjera, 200 ml salcë domate, spinaq ose sallatë jeshile apo sallata iceberg, djath pice, djath kaçkavall i butë. Kjo ishte roleja. E risollëm edhe njerë të shkruar.